Përshëndetje, unë jam Exon Ademi, kjo është projekti im përfundimtar që e kam bërë portfolio. Këtu kam një logo, një imazh që është me emrin tim, një navigacion, një buton këtu, një foto random. Këtu është një tekst, kush jam dhe ku gjindem, disa butona. Këtu është navigacioni që tregon aftësitë që i posedoj. About me, këtu kemi një foto, një tekst, projektet që i kam përfunduar. Këtu kemi një tekst përsëri atë aftësi që i posedoj. Pastaj kemi një ikon, një imazh, një ikon, një imazh, disa tekste për çfarë është, çfarë shpjegon kjo foto, pra. Kemi projektet këtu që i kam bërë, pra nuk shihet kjo, pra duhet ta bëjmë scroll. Që i kam vendosur, domethënë projektet, edhe pse nuk i kam bërë këto, po vetëm i kam vendosur random, të një buton. Këtu kemi klientët që na kanë bërë review. Mund ta ecim kështu. Dhe kemi shigjetën. Kemi një fotografi me hover. Këtu janë projektet që i kam bërë complete websites. Këtu vetëm i kam bërë random. Që i kemi navigacionit që tregojnë ndoshta mund ta vendosim këtu për business. Domethënë këtë varet çfarë projekti kemi bërë dhe i listojmë tek këto. Unë i kam vendosur random all site, nëse e bëjmë këtë hover, kjo bëhet scroll, nëse e largojmë kjo vije prap lart dhe gjitha janë kështu. Këtu janë bloget që i kam vendosur vetëm të ri tek homepage. Këtu janë question. Vetëm i kam vendosur random disa 4 pyetje me një fotografi. Përsëri është kjo animacioni. Let's connect. Hire me now. Kemi përsëri logon tim me emrin tim, një Lorem Ipsum këtu, rrjetet sociale. Këtu kemi prap navigacionin, adresën, që është me kontaktu mua përmes emailit, numrit apo adresës, që nuk i kam vendosur, vetëm e kam vendosur të qytetin ku gjindem. Një copyright, kështu. Vazhdojmë tek about me. Këtu tregoj për veten time, një foto, sa projekte kam bërë, my skills që i posedoj. Kjo është që kam folur për veten time këtu, si me kontaktu, kush jam, çfarë eksperience, pse nuk i jam, domethënë janë random gjitha. Eksperienca, edukimi dhe awards. E njëjta është pashtu edhe këtu. Të njëjtat janë pyetjet këtu. Prap kemi këtë animacionin dhe footer. Vazhdojmë tek services. Let's see services. Kjo është ku jemi për momentin. Kam bërë copy paste përsëri këtë për tek homepage dhe pyetjet gjithashtu. Prap kemi këtë navigacion, falni animacionin, footer, services details, pra më shumë për të shpjegu për veten time. Janë gjitha dhe kam folur diçka random për veten time dhe pse e kam bërë me ChatGPT. Domethënë çfarë ofroj unë, i ofroj këto, kjo këtu, dhe ta bëjmë ëndrrën tënde në website bashk.
Këto janë paketat që i ofroj unë, edhe pse nuk kam shënuar ndonjë gjë, i kam bërë të njëjtë të gjitha. Përsëri këto i kemi. Vazhdojmë tek projects. Këto janë projektet që i spjegova, vetëm i kam vendosur përsëri këto. Pastaj e kemi details, pra për këtu është për projektin, pra për ndonjë projekt do të ketë ndonjë link që ta shikoje më detajisht atë projekt. Nuk kam bërë vetëm një, nuk i kam vendosur shumë. Këtu pjesën këtu, një foto dhe tregon për atë projekt, domethënë. Disa fotografi këtu. Pastaj kemi edhe contact page. Let's contact. Numrin telefonit, emailin, adresën. Me më shënu ti mua. Këtu i vendos të dhënat, më dërgon. Këtu e kam vendos një Google Maps, edhe pse unë nuk kam ndonjë seli apo ndonjë diçka hapur, e kam vendosur të profil Berit që kemi mësuar full stack developer, e cila ka qenë tek Innovation Center, dhe kam vendosur mapën e atij. Pyetjet këtu, pyetje pra përsëri, e gjitha njësoj këtu. Edhe kemi blocks. Këtu në shfaqin pra gjitha blockset që i postoj. I kam bërë gjitha njësoj, vetëm kam ndryshuar fotot, pra nëse klikojmë këtu, vetëm emri ndryshon, kjo struktura i gjitha është e njëjta, sikur kjo këtu. Pra vetëm e kam bërë që t'i bëj më shumë. Çfarë tagu kam bërë dhe për të lërë një koment. Pra kjo është projekti im.